Ta e kanë goditur në thelb, kanë goditur sistemin, kanë goditur ju si avokat. Shqipëria madhështore do bëhet me ju, kur ne të sinergjizojmë veprimtarin, nuk e bëjmë dot ne, si politikan. Ne ju duam t'ju kemi partner, t'ju kemi koleg, t'ju kemi vëzhgus, t'ju kemi monitorus, t'ju kemi kritikus, t'ju kemi dhe demaskus, po t'jetë që ne do gabojmë. Se për këtë ka nevojë Shqipëria. Ne luftojmë për interesat e qytetarëve. Ju jeni individ dhe jeni personalitete që doni Vlorën, doni Shqipërinë, doni drejtësinë. Drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Drejtësia politike nuk është drejtësi. Reforma gjyqësore në radhë parë duhet të zgjidhë problemet e qytetarëve. Kjo reformë sorosiane nuk zgjidhi asnjë problem. Patjetër do ta zgjidhë, duke ruajtur parimet më të mira, në radhë parë parimin e shenjtë të pavarësisë së gjyqësorit. Pavarësia e gjyqësorit në radhë parë është pavarësia e avokatit, është suporti i avokatit. Ne do punojmë për një Vlorë tjetër. Ne do punojmë për një Vlorë të drejtë, për një Vlorë të ndershme, duke patur juve në krah. Jeta është ambicie, jeta është luftë. Jeta është luftë dhe secili nga ne në sektorin e tij e vazhdon luftën. Rama është korbizi dhe për Shqipërinë, dhe për ekonominë, dhe për familjet shqiptare, dhe për drejtësinë shqiptare, dhe ky ka prodhuar ato të vetët si matrioshkat ruse. Në këto 12 vite, pavarësisht përpjekjeve për të reklamuar një reformë në drejtësi e cila do të jepte, po themi, përparësi sistemit të drejtësisë, do të jepte lehtësira qytetarëve sa i përket trajtimit të problematikave të tyre në sistemin gjyqësor. Mendoj që në këto 12 vite vështirësitë përkundrazi, ky sistem e ka kolapsuar, po themi, sistemin gjyqësor. Lidhja e opozitës ka për një zotim që do të bëjë ndërhyrje në reformën e hartës gjyqësore, do të kthejnë të paktën 3 apele në Shqipëri. Përsa i përket apelit në qytetin e Shkodrës, në jug në Vlorë, edhe apelit kush në Tiranë. Ekonomia në Shqipëri po lëngon dhe po vuan pavarësisht propagandës që bëhet. Ligjet në Shqipëri dhe sidomos ligjet fiskale ndryshohen në mënyrë të papritur, ndryshohen shumë shpesh sa krijohet një zallamai dhe një orientim. Ata që janë dëmtuar shumë ishin qytetarë. Po në fakt, 2 persona janë vjedhur. Deputeti që është i pranishëm këtu sot, Lese dhe Ilir Meta. Askënd tjetër nuk kam dëgjuar në 140 dhe parlamentit shqiptar që këtë shqetësim toni ta ngrihin. Duke adresuar sigurisht shqetësimi i avokatëve, po jo sigurisht diçka që prekte drejt për drejt popullit. Ta kanë hequr drejtorinë asimore. ASHK-n, ta kanë hequr OSHE-n. Tu kanë edhe universiteti ka qenë me 14.000 nxënës, është katandis me 980 nxënës.